Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 14. Data 14 qershor 2026. Kemi një ditë mjaft të rëndësishme për sa i përket çështjeve që lidhen me ekonominë, por jo vetëm, sepse një bisedë që bëhet sot para dite është një nga bisedat më të rëndësishme për fundjavën, do ta thosha, për 1000 arsye, sepse duke pasur parasysh lidhjen me punën, lidhje me një takim që do të bëhet, që është një takim i rëndësisë së veçantë, lidhet me ekonominë dhe vendin e punës, një lëvizje nga vendi i punës, dhe bëhet një bisedë shumë e rëndësishme mbi atë çka është dhe mbi atë çka duhet. Nuk e diskutojmë dhe vendryshim, sepse shenjat që kanë ndikimin më të madh dhe peshë më të madhe për sa përket nga tani e tutje, ka të bëjnë shumë shenjat e ujit, që janë ndikimi më i madh, që kanë të bëjnë nga forret, ka të bëjnë akrepët dhe peshqit. Nuk mungojnë dhe shenjat e ajrit, që japin një mundësi dhe japin një ndikim shumë të madh, siç janë të shenjës së binjakëve, shenjës së peshoreve, por edhe të shenjës së ujorëve. Ndikimi që ka bënë më i madh, sepse është një ndryshim pune që kanë shumë dhe marrin një vendime të rëndësishme për ju që jeni në diasporë, keni një mundësi plus në anën tuaj. Nuk e diskutoj që ka mundësi që juve të bëni ndryshimet më të mëdha të vitit për sa përket kësaj dite, sepse bisedimet e rëndësishme bëhen në kohën e duhur, siç është pikërisht kjo e sotshmja, por gjithashtu nuk ka vend për të shqetësuar, sepse i keni të gjitha mundësitë për të bërë zgjedhjen e duhur, i keni të gjitha mundësitë që ju të keni në dorë dhe të nisni diçka të re në këtë aspekt. Megjithatë, kjo lidhet shumë edhe me kohën dhe mundësinë që do të keni tani e tutje nga dita e sotme, e ditës së fundit të javës, të ditës së diel, jep mundësinë që juve të nisni një punë të re nga fillimi i javës, me fillimin mbar gjysmë e punës, ku është një mundësi mjaft e mirë dhe ndryshimi më i madh që bëhet tani e tutje, me ndikimin e hënës së re. Por ana tjetër ka të bëjë shumë, sepse juve ndikoheni drejt për së drejti nga 3 ditë para, 3 ditë pas hënës së re, kur hëna e do jetë nesër, po ne flasim për ditën e diel, mbi parashikimin që bëhet, por gjithsesi, të gjithë gjërat janë mjaft fantastike, prandaj bini pas, mos e vini pas dore. Para se të fillojmë parashikimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju kujtoj edhe një herë për të gjithë juve të shikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje, atje do sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve dëshironi dhe ju intereson. Duke bler paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, shkoni tek sekretaria, më pas flasim bashkë nëpërmjet WhatsAppit apo Viberit, sepse duke dërguar të dhënat në email, jeni gati pastaj për të folur dhe për të parë se çfarë juve dëshironi në detaje. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejt me juve, e doni të dërgoni mesazh, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e ndikimit të madh që do thotë shenja e dashit. Juve të shenjës së dashit keni disa mundësi, por mundësitë më të mira që ju e keni tani e tutje është ajo e ndryshimeve, e ndryshimit të punës dhe gjërat tjera që do të ndikojnë. Mirë po, ndryshimin e punës nuk ka të bëjë diçka që mund të themi se çfarë mund të jetë ose nga se mund të niset një diçka e re, por këto janë gjërat më të mira dhe më pozitive që do të keni, sepse fillimi dhe ndryshimi i madh që vjen për juve të kësaj shenje është momenti dhe koha e duhur për gjërat që doni të bëni dhe mundësitë që do të keni. Mos u shqetësoni fare në lidhje me ndryshimin e punës, sepse një ndryshim shumë i madh që do të keni sot është ideali nesër. Koha ka treguar që ju jeni me fat për këtë drejtim, i keni të gjitha mundësitë për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi dhe në ndryshime të tjera që do të keni. Por një kujdes të vogël do të bëni juve të dhjetëçit të dytë, sepse keni mundësinë dhe ka të bëjnë me anën ekonomike, ka të bëjnë me ndryshime, ka të bëjnë me vazhdimsinë. Po, në lidhje me vazhdimsinë, sepse lidhet ekonomia, lidhet edhe ndryshime të tjera që do të keni, sepse do pasojnë ndryshime të njëpasnjëshme në punën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë të bëjnë në anën e udhëtimeve, është mëse e mundur pasditja.
Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dëmtë dhe dëshirë dhe ujor, është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Për sa përket shenjës së demit, meqenëse demët tani për tani kanë nisur një rrugtim të ri për lidhjen e punës së tyre, sepse ka të bëjnë me punën shumë edhe ndryshimet që ka të bëjnë tani janë ndryshime pozitive dhe jo negative. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me britsjap të dhjetëdhjetë të parë dhe peshore, duke se janë të mbara. Në çështjet që kanë të bëjnë me biseda dhe ndryshime, mirë është mbas orës 16, sepse keni një mundësi shumë të mirë dhe të shenjës së demit të dhjetëdhjetë të dytë. Dhe kjo është momenti dhe koha më e mirë e mundshme. Çështjet që kanë të bëjnë me juve që keni pasur probleme me lidhjen tuaj, do të jetë me ujor. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë binjakët. Për binjakët tani për tani është dhe momenti juaj, është një moment shumë i mirë, pozitiv, korrekt nga ana juaj, por gjithmonë i keni mundësitë të ndryshimin e matit të jeni tani tutje, janë disa mundësi të arta mund t'i themi, kohën dhe ndryshimin e mirë pozitiviteti juaj që ka të bëjnë me ekonominë dhe stabilizimin, por çështjet ekonomike financiare janë në anën tuaj. Prandaj mos u shqetësoni fare, sepse është pikërisht kjo periudhë dhe është periudha më e mirë e mundshme tani. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmtë të dhjetëdhjetë të parë, me ujor të dhjetëdhjetë të tretë, duket se ka diçka shumë të madhe, prandaj bini pas, mos marrini pas dore. Jeni me shumë fat bile se keni pasur këtë javë mjaft ndikuar nga persona të tretë, por tani ja keni gjetur zgjidhjen dhe jeni në anën tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gaforres. Për sa përket gaforeve, gafore duket se vërtet kanë një mundësi shumë të mirë tani mbi takimin e punës, mbi një mundësi shumë e artë kjo, një mundësi e artë për arsye të nismave të reja dhe takimeve që do të bëni sot. Kjo është koha juaj, ky është momenti juaj, momenti më i mirë, momenti më perfekt dhe shumë pozitiv. Çështje shpirtërore që lidhen me dashjet e dhjetëdhjetë të parë, peshorët e dhjetëdhjetë të tretë, nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim për 1000 arsye që keni çështje pozitive. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë luani. Meqenëse luanët kanë shumë për të thënë dhe shumë për të marrë, por në anën tjetër nuk ka vend për të shqetësuar tani për tani, sepse duket se juve i keni gjërat në vijë dhe mundësi që keni tani dhe është dita e fundit e kësaj jave, por do të keni dhe ndikime sepse duke pasur parasysh kuptimin e të dhënave që do të keni këto ditë, është një ndikim shumë i mirë dhe shumë pozitiv sepse është anë ekonomike, është pozicionimi i planeteve që do t'ju ndihmojnë të juve të zgjidhni çdo lloj problemi që keni. Kurse në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me akrep të dhjetëdhjetë të parë, me dashje të dhjetëdhjetë të tretë, nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar dhe mundësi të tjera që do të vinë tani e tutje. Prandaj është momenti, prandaj është koha juaj mbi ndryshime të mëdha që do vinë. Do shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, mjaft pozitive dhe tepër aktive, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për virgjëreshat janë mjaft ndikues dhe vetëm për të suportuar në fushën ekonomike, është edhe një mundësi e mirë mbi takimin dhe bisedimet, mbi ndryshimet të mëdha që do të keni dhe kohën e duhur në anën pozitive të çështjeve ekonomike financiare, lidhje me biznesin, lidhje me një takim tani për tani. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me binjak të dhjetëdhjetë të parë, me ujor të dhjetëdhjetë të tretë, ka pak problem, por është e zgjidhshme me ujorin, se keni pasur disa çështje problematike, por gjithsesi ka ndikime shumë të mira tani e tutje. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja. Për sa i përket peshorëve, meqenëse peshorët duket se e kanë mundësinë dhe kohën e duhur për të zgjidhur gjërat që doni të zgjidhni në ekonomi, do të zgjidhni në punën tuaj, do të zgjidhni në gjërat që do të keni, por edhe momentin e duhur që keni tani e tutje, janë disa momente mjaft të mira dhe shumë pozitive, me sa duket i keni gjërat ashtu siç juve keni pretenduar dhe doni të stabilizoni, dhe kjo është koha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar anën e biznesit dhe të karrierës. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëmtë të dhjetëdhjetë të parë, me ujor të dhjetëdhjetë të tretë, është perfektja, edhe pse keni pasur disa probleme të vogla, do t'i zgjidhni tani e tutje. Çështjet që kanë bënë me vazhdimsinë, korrektësinë, momenti juaj, koha juaj është tani dhe nuk e diskutoj, do të shikoni shumë gjëra të ndryshojnë
në jetën tuaj, sepse shenjat e ajrit zakonisht e kanë këtë mundësi dhe ja arrisin qëllimit e tyre. Në dashuri, duke se megafore është ndikimi më i madh i mundshëm. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë akrepi. Me akrepët duket se keni të gjithë mundësinë, të gjithë kohën e duhur për bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, për bërë zgjedhjen e duhur në vazhdimsi. Por vendet dhe kohën e duhur që keni tani është në mundësia më e mirë e mundshme për takime, bisedime, ndryshime dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me peshkët e ditëshit parë, me luanët e ditëshit tretë, duket se janë gjërat më perfekte dhe më pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për shigjetarët duket se tani në këtë periudhë është një moment mjaft i mirë dhe është pozitiv për anën ekonomike, është pozitiv për anën, sepse logjika kërkon që juve jeni në anën tuaj më të mirë të mundshme për pozicionin e planetave, për ndryshimin e madh që keni tani atutje. Janë ndryshimet pozitive, janë ndryshimet më të rëndësishme ekonomike financiare dhe një mundësi shumë e mirë që është tani duke filluar shigjetar luan, shigjetar peshk, shigjetar dem është ndikimi më i mirë i mundshëm dhe stabilizimi që ka të bëjë për juve të kësaj shenje. Prandaj është momenti juaj, prandaj është dhe koha e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në çdo drejtim. Shigjetarët gjithmonë kanë qenë dhe janë mbetën shenjat më me ndikim në zodiakun dhe këto ditë pikërisht duke filluar nga dita e sotme, dita e fundit që është e kësaj jave, do të na ndikojnë në favor dhe jo disfavor. Mënyra dhe mundësia janë shumë të mëdha për arsye ekonomike, për arsye pune dhe dashurie. Për dashuri duket se megafore dhe me dash ka diçka surprizuese dhe mjaft befasuese. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricapëve. Për bricapët duket se tani për tani nuk e kam, jo se them unë, po e thotë shenja juaj. Pikërisht kjo ditë është një ditë mjaft e mirë sepse një trekëndës që bën Saturni, mësuesi i universit dhe guvernatori juaj, me Jupiterin që është në Kafore, ka një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv tani atutje. Duke pasur parasysh sepse duket se kjo periudhë është periudha ku juve do të keni të gjitha mundësitë për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, për të bërë zgjedhjen e duhur në vazhdimsi, sepse jeni shumë korrekt me punën, jeni shumë korrekt me ndryshimin e madh që do të keni tani atutje. Dhe kjo është një nga mundësitë më të mira, është mundësitë më të arta që do të keni në vazhdimsi, në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me demtë e ditëshit parë, me ujorët e ditëshit tretë, është diçka shumë perfekte, por mos harroni sepse megafore është një ndikim shumë i mirë dhe tepër pozitiv. E gjithë historia dhe puna juaj është një moment mjaft i mirë për anën ekonomike, për punën dhe stabilizimin e saj. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshk dhe me virgjëresh është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë ujori. Për sa përket ujorëve, ujorët duket se këtë periudhë kanë të tyren, edhe pse janë pak në vështirësi, nuk do të thotë problem, nuk do të thotë se mund të kenë çështje të pazgjidhura, por është momenti juaj më i mirë i mundshëm tani për tani, sepse është dhe koha juaj, prandaj bini pas mos e lini pas dore. Ngado që ta kthesh, është momenti juaj më i mirë dhe pozicionimi i planetave në çështjet që lidhen me anën e udhëtimit, jo udhëtim për pushime verore, por udhëtime për çështje pune, ku e keni dhe mundësinë juve, sidomos lidhjet afatgjat në dashuri, që do të thotë me virgjëresh, do të thotë me akrep, po do të thotë dhe me dem. Me dem, sado që të grindeni, janë grindje dashurie, por ajo që është më fiks dhe më ideale, që do të keni tani atutje një zgjidhje mjaft pozitive dhe tepër afatgjat për sa përket jetës tuaj personale, do të jetë me luanët dhe ditëshit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e peshqeve. Meqense peshqit tani për tani nuk është se kanë një problem për të shqetësuar, por kanë gjëra që duhen që ndikohen shumë tani në këtë periudhë. Ndikimet janë pozitive, ndikimet janë fantastike për arsye të ekonomisë, për arsye të stabilizimit, për arsye të ndryshimeve të mëdha që vijnë tani atutje. Është koha mbase edhe në periudha të ndryshme që do të keni një moment mjaft i mirë dhe tepër ideal, do të zgjidhni problematikat e juaja dhe kjo do të thotë një mundësi shumë e mirë sepse peshqit sado që kanë vuajtur në anën e tyre, por vjen një moment tani, është momenti më i mirë i mundshëm dhe më i gëzueshëm për ekonominë, për stabilizimin, për mundësinë një, sidomos nuk e diskutoj që do të keni disa çështje të lëna pezulл i zgjidhni pikërisht tani, është një kohë shumë e përshtatshme sepse duke pasur parasysh shigjetari, ndikimi i shigjetarit me binjak dhe ndikimi më i mirë me virgjëresh, e keni përballë, mund të keni mundësinë dhe kohën e duhur në fushën e dashurisë,
sepse një njohje kthehet në lidhje serioze. Edhe pse nëpërmjet punës mund ta zgjidhni gjë të tillë, mund gjeni jetën tuaj njëri tjetrin për jetën dhe për familjen. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht datës 14 qershor të 2026. Para se të ndajmë bashkë, unë rikujtoj edhe një herë për ju që interesoni për bashkimet e tajura, kemi këtë faqe këtu. E klikoni astrologu.al dhe më pas shkoni tek sekretaria, dërgoni emailin tuaj për çdo gjë që dëshironi në detaje, atë ju themi nëpërmjet WhatsAppit apo Viberit edhe se si funksionon shërbimi dhe mund të flasim në detaje për gjithçka ju intereson. Në një rrotulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirat.